Të nderuar shikues, vazhdojmë edhe sonte për të trajtuar temat, diskutimet e ndryshme që kanë të bëjnë me Ramazanin. Tashmë jemi në diskutim të gjanave që e prishin apo se prishin agjerimin. Dhe për këtë temë, përmbyllse kam të ftuar Hoxhën e nderuar Dr. Muhammed Broja. Hoxhë, mirë se erdha. Mirë se jemi bash për lehtë. Hoxhë, nderuam, sonte kemi disa tema interesante, kanë të bëjnë pak a shumë me situata mjekësore. Edhe di që ti prej kur jemi konë shkollë të mesme ke pas merak pak mjekësinë e biologjina. Je hala me këtë interesim apo? Qefi është? Besoj që po. Për atë arsye edhe i kom da që të tema me diskutu me ty. Të di që edhe ke punu në këtë drejtimi, ke bo një koleksion të këtyre ndarjeve. Hoqë, temën e parë, ose pyetjen e parë, po folëm pak për çështjet e gjakut. Dializa e gjakut është, domethënë, shumë e përhapur në kohën bashkore. Edhe ju intereson besimtarëve me ditë se a e prish apo se prish, nëse dikush është në këtë gjendje. Edhe tu e di që ajo është disa lloje që ti na i sqaron më mirë. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sa i përket dializës, themi se dializa është ndarë në dy grupe. Dializë e cila quhet dializë peritoneale, është një lloj e dializës, dhe dializa që quhet... Edhe pse shumica e shumëve e din, po pak ma thjesht çka nënkupton dializa. Dhe e dyta është hemodializa. Sa përket dializës peritoneale, ajo bëhet kur qahet muri i barkut dhe aty pastaj futet diçka, domethënë qahet ai muri i barkut, futet një tub ose diçka e cila pastaj nëpërmes saj na hudhen disa substanca. Zakonisht hudhet aty sheqerna, hudhen sheqerna dekstrozë, qëndrojnë aty një kohë të caktuar, pastaj hudhen jashtë, domethënë nxjerrin jashtë. Domethënë pastrimi i gjakut, pa pas nevojë me kalu në për mjek. Domethënë pacienti mund me bëhet edhe në shtëpinë e vet, mund me bëhet edhe dikon tjetër. Është një lloj i dializës. Themi se ky lloj i dializës e prish agjerimin për arsye se aty futen gjëra të cilat medikamentet të cilat janë ushqyese, sikurse sheqernat, karbohidratet konsiderohen ushqyese. Prandaj themi se e prishin agjerimin. Lloji i dytë i dializës ajo që quhet hemodializa, që është e njohur tani, më zakonshme kur pacienti shkon në ambulant ose në spital, dhe aty qëndron rreth 4 orë dhe kryhet kjo procedurë 3 herë në javë, ku nëpërmjet aparatit i nxirret gjaku pacientit, pastaj i pastrohet, pastaj i hudhen disa komponente, disa gjëra aty, medikamente, dhe pastaj përsëri kthehet në trupin e njëjti gjak, mirë po me disa shtojca. Ajo që i hudhet, po ashtu janë disa lloje të sheqernave dhe disa gjëra të tjera. Prandaj themi se edhe kjo lloj e dializës e prish agjerimin për arsye se aty ka gjëra ushqyese. Prandaj futen gjërat ushqyese dhe për këtë arsye konsiderojmë se ajo e prish agjerimin. Bukur shumë. Se përket hoxhë marrjes gjakut, injektimit gjakut që dikush ka nevojë, pavarësisht që këto situata që bi trajtojmë, shpesh herë njerëzit vetë që prishin agjerimin se janë në gjendje shëndetësore të papërballueshme, por si diskutim na duhet me i trajtu aspektin e dispozitës. Nëse merr gjak dikush, domethënë që ka nevojë qoftë për operim ose diçka. Nëse merr gjak, së pari, për me tregu këta, domethënë kemi nevojë nështë pak as me sqaru peshkafit është përbër gjaku, në mënyrë që pastaj edhe dim dispozitën. Gjaku përbëhet nga 2 komponente kryesore, plazma dhe rruzat e gjakut, të cilat janë 3 lloje, ose domethënë ka nështë edhe më lloje të tjera, të më shumëta, mirë po 3 janë më të njohura, eritrocitet, rruzat e kuqe, leukocitet, rruzat e bardha dhe trombocitet. Dhe pjesa pra e parë është plazma. Ajo përbën 55% të gjakut dhe 90% të plazmës, tash kur themi brenda plazmës, si tansi është e përbërë prej ujit. Dhe
pjesa tjetër është e përbërme prej gjërave të tjera, aty ka pastaj sheqerna, ka vitamina, albumina të ndryshme, edhe ka pjesë përbërëse të gjakut. Po, që 10% e plazmës. Domethënë ka kalium, ka kalcium, magnez, domethënë ka edhe gjërat të cilat duhet më huhet, sikurse acidi urik edhe të tjera. Dhe dietarët kanë mos pajtime ndërmjet tyre, pa dietarët bashkëkohor, se marrja e gjakut e prish apo nuk e prish. Këto është punat e, domethënë a konsiderohet kjo në kuptim të hajës së të pijes apo nuk konsiderohet. Tash ata të cilët thonë se nuk e prish, që janë një grup i konsiderueshëm i dietarëve bashkëkohor, thonë se nuk është në kuptim të hajës edhe të pijes. Mirë po dietarët as nuk kalon nëpërmjet organeve të tretjes. As në stomak, as dikon tjetër, po injektohet domethënë nëpër venë dhe aty pastaj edhe furnizohet trupi me gjak. Mirë po dietarët e tjerë të cilët kanë thonë se e prish, kanë thonë se është në kuptimin e hajës dhe të pijes për faktin se aty ka sheqerna të ndryshme, ka edhe proteina. Në koncepti i përbërësve që përmban gjaku. Edhe thonë se ajo furnizon trupin me energji edhe me gjëra ushqimore, më shumë se sa që infuzione për shembull e furnizojnë trupin e njeriut me këto gjëra. Dhe për këtë arsye thonë se e prish. Disa dietarë të tjerë kanë thonë se ne nuk mundem të dhënë ndonjë gjykim të caktuar rreth kësaj çështje, për arsye se tek ne domethënë janë të dy mendimet, sikurse të dyat janë që kanë të argumentet e njëjta ose të barabarta dhe nuk ka mund me dhënë një mendim të caktuar rreth kësaj çështje. Mirë po, është më afërt është që e prish. Sidomos të pas parasysh që personit që ka nevojë me marrë gjak ai veç është në gjendje që e prish Ramazanin. Ashtu. Po nëse ndodh dikush nuk e ka prish për këtë rast, prapë muj me konzultuar që është një mendim i pranuar. Ose që kanë përmend disa se ka situata tash ata njohësit e mjekësisë e dinë më mirë, ku nuk e merr plazmën, po e merr vetëm rruzat të bardha ose të kuqe. E tash te kjo pjesë janë hala më fleksibil se nuk i përmban ato materiet ushqyese. Me materiet ushqyese. Po dalim më anën tjetër te dhurimi i gjakut. Te dhurimi i gjakut. Që është aktivitet fisnik dhe po bëhet tash edhe nëpër xhamia, domethënë shumë vepër e mirë. Këto mundem me përmend edhe çështjet e ndryshme që kanë të bëjnë me nxjerrjen e gjakut, sikurse nxjerrja e gjakut për analiza ose për shembull rrjedhja e gjakut. Për dhurimin kuptojmë se është një sasi më e madhe. Po, kur na flasim ne po duam të përmend edhe këto tjera se të gjitha lidhen me një çështje që dietarët e mëhershëm e kanë diskutuar më herët. Që është çështja e hijamës. Hijamës, po. Na elaboro pak si tansi këtë. Sa i përket çështjes së hijamës, dietarët kanë mos pajtimin ndërmjet tyre se a prish agjerimin apo jo. Tri mëdhëbet, mëdhëbi Hanefi, Maliki dhe Shafi thonë se nuk e prish, ndërsa dietarët e mëdhëbit Hambeli thonë se e prish. Kanë ardhur argumente të ndryshme sa i përket hijamës. Ka ardhur një hadith Shaddad ibn Ausit ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu pranë dy personave, njëri ja bante hijamën tjetrit në Ramazan dhe pa të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aftar al-hajim wal mahjum. Ka prishur Ramazani ose ka prishur agjerimin, edhe ai që ja bën hijamën tjetrit edhe ai që nxirë gjaku, domethënë nëpërmjet hijamës. Të dytë, domethënë e prishin. Tash dietarët sa i përket atij i cili ja bën hijamën tjetrit kanë një tefsir, një komentimi se zakonisht po i bëhet po del gjaku. Po i del gjaku në sasi të madhe dobësohet. Po ky që po kryen veprimin mjeku ose personi. Zakonisht kanë thonë atë kohë e kanë bërë nëpërmjet kupave dhe nëpërmjet aty në pipave dhe është kon rrezik që me depërtu një sasi e gjakut. E kanë thithë, kanë atëfar dhe është ka qenë rrezik që të depërton një pjesë e gjakut në brendi. Dhe për këtë arsye kanë thënë se kjo është ajo interpretimi. Kjo është një prej haditheve dhe dietarët kanë diskutuar këtë hadithe. Saktësia me vetë ka aspekte transmetimit. Disa prej dietarëve, sikurse Imam Shafiu, Abu Hatim ar-Razi, konsiderojnë që është hadith dhaif. Mirë po shumë dietarë të tjerë Imam Ahmedi, Buhariu, Ali ibn Medine dhe Ishaq ibn Rahoya, shumë dietarë të tjerë kanë konsideruar që është hadithi sahih. Në anën tjetër janë shumë hadithe të tjera në të cilat shërohet se nuk e prish agjerimin ai i cili po e bën hijamën. Në mënyrë të konkrete specifike. Për shembull hadithin në Sahihun e Buhariut ku tregon transmetuesi, domethënë sahabiu, tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë hijamën duke qenë agjërush.
duke qenë agjerumshëm. Ky hadith është në konkret për hijabin, jo për interpretim ose kuptimet përgjithshme. Domethënë se pejgamberi alayhis salam duke qenë agjerumshëm e ka bëu hijabin. Për nga saktësia transmetimi në Sahihun e Buhariut. Megjithëse disa janë mundu edhe këta me konsideruar një hadith jo të saktë, mirë po saktë që vetë Buhariu, Imam Buhariu e ka vendos pikën. E ka vendos pikën. Kemi edhe hadithe të tjera, për shembull hadithin e Abdurrahman ibn Abi Layla, thotë e kam dëgjuar një pe sahabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu nga hijami edhe nga agjërimi i vazhdueshëm që e bën njeriu pa ndërprerje, që është muasale. Mirë po nuk e ka bëu haram, mirë po nga shkaku i kujdesit për sahabët e tij në mënyrë që ata mos mu dobëso. Po ashtu edhe Buhariu e përmend një hadith domethënë Sahihun e tij ka thënë Shu'ba domethënë kam dëgjuar Thabit el-Bunanin duke thënë se është pyetje Anas ibn Maliku, hal kuntum takrahuna al-hijama lis-saim? Qala la illa min ajli ad-da'f. Ka thënë a keni urrejt hijamin për domethënë për agjerusin, ka thënë jo vetëm se për shkak të që dobëson trupin e njeriu. Ka edhe një hadith tjetër që domethënë nëse më kujtohet është hadithi e Abu Sa'id al-Khudri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil-hijama lis-saim. Domethënë pejgamberi sallallahu e ka lehtësuar se ka leju bërin e hijamës për agjerusin. Tash nëse i bojmë bashkë ose i marrim të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët kanë thonë, e që është mendimi më i saktë, në thonë i shumicës e dietarëve që kanë thonë se nuk e prish hijamja agjerimin, kanë thonë se pari hadithi Shaddad ibn Ausit edhe hadithin kuptim është hadithi i Thaubanit radhiyallahu anhu, thotë ka qenë në periudhën kur domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në çlirimin e Mekës, ndërsa hadithet e tjera kanë qenë të mëvanshme gjatë periudhës kur domethënë ai ka qenë në haxhin lëmtëmirës, që tregon se hadithet e tjera e kanë shfuqizuar, kanë deroguar. E ki fjalën të tjera këto që janë toleruese dhe lejuese. Hadithi Shaddad ibn Ausit që thotë e ka prish domethënë agjerimin, edhe ai që e nxjerr dikujna gjakun e përmet hijamës, apo atina të cilit i bëhet hijamja, është më i hershëm. Disa prej dietarëve të tjerë domethënë kanë thonë një komentim tjetër ose një farë interpretimi tjetër, kanë thonë se kjo është me shkak dhe me sebeb, domethënë me arsye të caktuar. Cila është arsyeja e caktuar? Kanë thonë se në hadithin e Anesit është illa min ajli ad-da'f. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se ka dashur me thonë aftara al-hajim wal-mahjum, gati është duke e prish, sepse detyrohet pastaj me pi diçka për shkak se ka dalë një sasi e madhe e gjakut dhe u dobësu trupi i tij, gati është duke ai e ka ekspozuar veten ndaj prishjes për shkak të dobësisë që e ka. Për këtë arsye mendimi më i saktë është i shumicës së dietarëve. Duke u ndërlidhur këtë qendrim klasik nëse mund të them fekut, çka thojmë për këto dhënien e gjakut, analizat e të ngjashmet. Analizat e gjakut nëse janë sasi të vogla, edhe ata dietarët se cilët e kanë mendimin se e prish hijamja agjerimin thonë se lejohet. Lejohet se kemi unanimitet. Mirë po, sa për këtë durimit të gjakut, sidomos kur është në sasi të mëdha, atëherë themi se duke bazuar në atë qëndrimin që nuk e prish hijamja, atëherë nuk e prish edhe dhurimi i gjakut nuk e prish agjerimin. Megjithëse nëse ka mundësi njeriu me dhuru gjakun më vonë, për shembull pas iftarit të më mirë. Mirë po kur vjen koha e dimrit, që ka kohë më vonë se zakonisht në mbrëmje është pak më vonë kur është verës. Mirë, hoqë kalojmë disa situata tjera poashtë mjekësore të injeksionet. Ushqyse, jo ushqyse, nëse mund është pak me na elaboru si koncept, edhe mas ne edhe si dispozit. Injeksionet janë disa lloje. Janë, nëse mund me thonë 4 lloje. Janë injeksionet të cilat injektohen nëpërmjet venave, që quhen ndryshe intravenoze. Ato pastaj ndahen në dysh, domethënë kemi injeksionet të cilat janë ushqyese, sikurse domethënë infuzionet e ndryshme, enaseli, domethënë kriprat, sheqernet e ndryshme, plasmioni edhe ringeri edhe që i përmendet ata domethënë mjekët. Themi se këto injeksione prishin, pra arsye se janë ushqyese. Dhe trupi mjaftohet, edhe në qoftë se ndin pastaj etje apo uri, mirë po në qoftë se edhe nuk han, edhe nuk pin, atëherë trupi i tij mundet me jetu. Për arsye se e ka marrë atë përbërësit cilët ja bëjnë të qëndrueshëm trupin. Po.
Këto është, domethënë se përket injeksione intravenoze të cilat janë ushqyese. Ndërsa atyre të cilat nuk janë ushqyese ka në spetime ndërmjet dietarëve, kjo kthehet se domethënë ajo çka është arsyeja që domethënë kur ka thonë Allah Azza wa Jalla wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani dhe pini derisa të qartësohet domethënë perizi për bardh, domethënë që është për qëllim ajo agimi i mëngjesit, dallimi i agimit të mëngjesit edhe perizi domethënë peri bardh agimi i mëngjesit perizi është ajo errësira e natës. Errësira e natës. E tash domethënë haja dhe pija sipas ixhmait, sipas konsensusit dietarëve është ndaluar. Mirë po, pastaj gjërat e tjera, a janë që merret parasysh aty kanali ose rruga e depërtimit apo diçka tjetër, apo përmbajtja, apo edhe diçka tjetër. Shumë prej dietarëve, megjithëse një pjesë e madhe dietarëve e marrin parasysh edhe kanalin, edhe ata depërtimin brendi që quhet gjauf, edhe në anën tjetër domethënë çka futet aty. Ato duke dikush prej tyre ngushton disa gjëra, dikush i zgjeron. Mirë po, në përgjithësi thonë se këto trija merren parasysh. Mirë po, dietarë të tjerë nga mëdhëbe të ndryshme, secili mëdhëb ka dietarë që e kanë përçafuar këtë mendim, thonë se e prish agjerimin çdo gjë që është në haja pije dhe në kuptim të hajës dhe të pijes. Dhe këtu pastaj, domethënë tek injeksionet të cilat janë intravenoze, të cilat injektohen në venë, mirë po nuk janë ushqyese, sikurse për shembull kontrasti që domethënë një person ju futet atij një ngjyrë, domethënë që e përmendën që është pe bariumit një element kimik, ngjyra e cila kur futet aty domethënë dikon që për ta detektuar rrjedhën e venëve të gjakut, po. Ose për me çu deri dikon ku i vjen atij na rentgenologët për me detektuar se për me marrë imazhin sa më të pastër. Themi se kjo nuk është në kuptim të hajës edhe të pijes, po ashtu edhe tjerat. Po ilaçet, injeksionet që përmbajnë ilaçe nuk kanë materi ushqyese, sheqerna e gjana, po kanë çka diun antibiotika gjana tjera. Nëse injektohen në venë, atëherë themi sipas mendimit më të saktë, domethënë çështë për zgjedhëm që e prish haja e pije dhe çdo gjë që është në hajë në kuptim të hajës dhe të pijes, atëherë themi se kontrasti, futja kontrastit ose antibiotikë të ndryshme ose gjërat e tjera që injektohen në venë dhe që nuk janë ushqim dhe haja, atëherë nuk e prishin agjerimin. Tash kemi llojin e dytë të injeksioneve, të cilat janë intramuskulare, që futen, domethënë nëpër injekton nëpër muskulit. Deri tash folëm vetëm për injeksionet që futen në venë. Po. Edhe normalisht mjekët e dinë se cilat është fjala për to. Tash kemi tjera injeksione. Intramuskulare, ose antibiotikë të ndryshëm, ndoshta unë më thon një lloj i vaksinave, ndoshta mund me thujt, ndoshta vaksinat bëjnë pjesë më shumë në ato që quhet domethënë subkutane, që domethënë injektohen në lëkurë. Mirë po, ka ndoshta një lloj të vaksinave të cilat injektohen domethënë edhe në muskull. Këto andahen ushqyese jo ushqyese si jo, se s'ka, zakonisht nuk ka ushqyese, domethënë nuk përdoren. Ajo që e tretë që ne përmban një pjesë të vogël të ujit ose diçka, ajo është një pjesë e vogël që nuk ndikon, ajo vetëm se e tretë ata antibiotikun ose ata substancën që i injektohet atij, prandaj themi se nuk e prishin ato injeksionet intramuskulare që futen në brenda muskulve. Pastaj edhe subkutane, sikurse insulina edhe një lloj tjetër i vaksinave, themi se edhe ato nuk e prishin se nuk janë në kuptim të hajës edhe të pijes. Pastaj kemi edhe llojin e katërt, e cila është domethënë injeksionet që cilat injektohen në lëkurë dhe kanë qëllime estetike. Për shembull, injektohet botox ose kolagjen ose diçka tjetër. Tash nuk po flasim sa është e lejuar apo nuk po. Pavarësisht dispozitës. Pavarësisht dispozitës, mirë po. Themi se edhe ato në qovë se injektohen në lëkurë. Nështë në gjëna hen, po Ramazanin nuk e prish. Nuk e prish, për arsye se nuk e në kuptim të hajës dhe të pijes. Me këto hoq po i përmbyllim injeksionin, nështë nuk na gjojnë ai vrejtje, ai gabim që kemi bo, po neve përnajtë nëse ma shumë si dispozit fetare me trajtu. Mirë, kalojmë disa situata tjera, hoq, biopsia, marrja e mostrës prej organeve, sidomos të brendshme të trupit, do më thonë aty po futim diçka, instrument, edhe po nxjerrim një pjesë trupit. Qush trajtohet kënë aspekt agjerimit?
Biopsia e cila bëhet për aspekt, domethënë diagnostifikues se ka tumor ose diçka tjetër, është mund me kategorizu në disa lloje, më ndonë në disa lloje, sepse nuk është vetëm një lloj. Lloji më i zakonshëm është ai i cili tregon se domethënë futat në një pjesë të trupit, për shembull për kancerin e gjinit për me diagnostifikuese a ka kancer apo jo. Atëherë futet një gjelbër, pastaj merret ajo domethënë që është për biopsi dhe pastaj ekzaminohet atje, çohet në laborator dhe shikohet se është apo nuk është domethënë kancer. Kjo është një lloj. Lloji tjetër e biopsive bëhet nëpërmjet laparoskopisë. Domethënë nëpërmjet atësojnë tubit endoskopit i cili futet në murin e barkut. Nuk futet në bark as në stomak, mirë, por në murin e barkut dhe shërbën për ekzaminimin e tumorave që kanë të bëjnë me melqinë ose vezore, ka njerë nëpërmjet laparoskopisë, për shembull edhe ato hapën tubat e fallopit për me atje në ginekologji, dhe më thanë tubat e fallopit hapën nëpërmjet laparoskopisë, po në përgjithësi nëse përdoret si biopsi, themi se kjo është një lloj tjetër. Një lloj tjetër është që futet nëpërmjet hundës. Nëpërmjet hundës ku pacientit për shembull i pihet, domethënë ajo pjesa hundës i vendosë sprej lokal, po sprej ose diçka, dhe pastaj një kohë fut aty një endoskop ose diçka tjetër i cili deporton pastaj shkon në bronë. Për me marrë atë me konstatu se a ka tumor ose kancer të mushkrive. Edhe domethënë i cili futet në stomak për me këshirë se a ka ndonjë ulqerë ose diçka tjetër. Këto e ndoje. Themi se në përgjithësi, domethënë futja e gjelbërës nuk e prish, për arsye se nuk kemi aty diçka futje ndonjë langut, po edhe nëse ka futje të ndonjë langut nuk është në domethënë ose nuk është në tretjes edhe të luktit. Po nuk është në brendi ose nuk është brenda, po është në një organ, sikurse tek gjiri, se i përket femrave. Domethënë aty futet ajo vetë gjelbër dhe merret ajo mostra. Themi se nuk e prish. Sa i përket laparoskopisë, themi po ashtu nuk e prish. Futja e endoskopit nuk e prish, sepse është një qarje dhe futja dhe aty nuk qëndron. Nuk qëndron ajo pjesë dhe nuk ka të bëjë me futjen në stomak. Domethënë kemi vetëm qarjen e murit të barkut. Derisa sa i përket asaj të hunës, disa pediatrë kanë thënë se e prish, mirë po ju për faktin që futet aty endoskopi ose ai domethënë që merret më gypje dhe që merret mostra. Mirë po për shkak se aty vendosen një sprej dhe vendosen gjëra të cilat deportojnë pastaj poshtë. Nëse ka deportim, atëherë themi se e prish. Përndryshe nëse bëhet në një mënyrë të caktuar që nuk ka deportim të langjeve brenda që deporton, atëherë themi se nuk e prish. Kjo është sa përket domethënë biopsisë. Ngjashëm me këtë hoxhë dhe endoskopia, kolonoskopia, domethënë që bëhet jo për biopsi, po për forma tjera që ekzaminime lukthit, kamera, gjana. Po edhe endoskopia ose gastroskopia është një procedurë që bëhet në futjes së endoskopit. Ky endoskop ka atje në fund një kamerë dhe disa vrima nëpërmjet cilave hudhen ose ajër ose ujë. Uji për me shpërla kamerën, ajër edhe për me e shty përpara me shiku që ka. Dhe themi se këtu kemi disa procedura. Para, domethënë kemi të bëjmë anestezionin lokal. Anestezioni lokal zakonisht bëhet duke e pirë fytin, për mënyrë që të futet brenda. Sa përket anestezionit lokal, në përgjithësi nuk e prish mirë, po nëse bëhet nga brenda dhe deporton diçka, atëherë ky e prish. Por nëse bëhet nga jashtë, se zakonisht anestezioni lokal bëhet për mos më ndih pacienti, po edhe mos më ardh e vjellur. Mirë po, nëse bëhet anestezion lokal, nuk deporton diçka, atëherë themi se nuk e prish. Ndërsa sa i përket futjes së endoskopit, këtu kanë debutuar dietarët. Domethënë futje se diçka e cila është futur në stomak nëpërmjet asaj kanalit që zakonisht njeriu han bukë. Tek një pjesë e madhe dietarëve ose të shumica dietarëve futja diçka nëpërmjet kësaj vrimës ezofagut dhe domethënë faringut e ezofagut dhe në fund deri në lukt e prish agjerimin. Ndërsa tek dietarët hanefi e prish agjerimin vetëm atëherë kur qëndron ai. Qëndron, kanë shumë mirë këtë rregull që me hy po, më do të më nejt atë. Nëse del, domethënë nuk e prish. E që kjo ndodh me ndodh, nëse themi endoskopi futet dhe nuk ka hudhje të ujit ose të kontrastit që e përmendëm herët. Ose nëse lyhet ai gypja, lyhet ndoshta me një ndyrë për me deportu apo nuk më kujtohet, mirë po nëse ka edhe lyrje aty, atëherë themi se e prish, se është futje dhe pastaj domethënë
që ngjiten me zora dhe me... që qëndron aty. Prandaj themi se futja e endoskopit është dy lloje, e cila mundet me u bë pa hudhjen e ujit ose të kontrastit, atëherë themi se nuk e prish, duke marrë atë mendimin e hanefive, ndërsa nëse aty hudhet uji ose kontrastet e diçka tjetër, atëherë ai qëndron, s'mundet më u thith përsëri. Prapë ngjashme me këto depërtime në trup, koronografia, vendosja e stendave. Po, edhe koronografia është, domethënë nëpërmjet futjes së një tubi, cili vendoset, domethënë futet nëpërmjet arterjes femorale dhe pastaj shkon lart dhe domethënë depërton atje tek barkushja majt e zemrës edhe pastaj aty hudhet edhe aty hudhet një kontrast. Te kontrasti, po. Po, hudhet një kontrast për arsye se për me ditë pastaj me çka ka ndonjë ngushtim të enëve të gjakut erë koronare apo jo. Atëherë të shumica dietarëve bashkëkohore nuk e prish, për arsye se mas pari kanë thënë se futja e diçkaje ose qarja e diçkaje e lëkurës, e cila nuk ka të bëjë me stomak, atëherë nuk e prish. Dhe futja e këtina, domethënë tubit të vogël, që nuk qëndron, kthehet përsëri. Mirë po, vendosja e këtina kontrastit themi se ky kontrast nuk është në që ushqet njeriu nëpërmjet këtina. Nuk doron energji ose diçka, nuk ka sheqer aty, mirë po shërben vetëm. Kontrasti pastaj është duket, hoxha po. Jo, mbetet aty, po ai shërben vetëm për ato rrezet e kuptoj, po e kam fjalën për afat më vonë. Nashta këtu do më mjek. Ne intereson ai prisha se prish, nuk e prish, ndash le të rën, ndash le të. Po, nuk e prish. Mirë. Situata tjera hoq, thyrja e gurëve në veshk. Dhe kjo është një farë dileme që do të thonë ju intereson edhe shikuesve dhe besimtarëve, format që është ndodh, se po ndodh një do të thonë çështje në brendi trupit, a ka të bëjë diçka me agjerimin apo jo? Zakonisht nëse bëhet nëpërmjet laserit, atëherë themi ajo nuk ka diçka aty që nuk po shtym kur gjë. Nuk po shtym kur gjë, atëherë nuk e prish. Vetëm pi grimcojmë asaj. Po, vetëm pi grimcojmë, nuk e prish. Por nëse bëhet me ndonjë lang që futet, atëherë ajo është hynte te ato që fola më herët. Mirë, forma tjera që futen në trup, hoxhë kemi edhe supozitort. Supozitort. Është brendia e trupit dhe kjo brendia është dileme ka mes me fukahave, po në kohën bashkëkohore e kanë trajtuar fukahët këtë situatë si me vepru dikush që ndoshta është me dhimbje edhe normal, me prish Ramazan nuk ban, po me supozitor mundet me ja dal. Mundëm me ndo këto në dy çështje, kanë futjen e gjerave nëpërmjet anusit. Edhe dyta nëpërmjet organeve gjenitale qoftë të mashkullit apo të femrës. Sa përket të dytës, futjes së diçkaje nëpërmjet vërimave gjenitale të mashkullit apo të femrës, nuk e prish agjerimin, qoftë edhe nëse futet uji ose diçka për arsye se ajo nuk depërton në stomak, por depërton në fshikëzën urinare. Aty mundet edhe me qenë ajo që quhet uretroskopi, domethënë futja tina aparatit i cili ekzaminon, domethënë fshikëzën urinare, themi se nuk e prish. Ndërsa sa përket futjes së diçkaje në anus, domethënë në pjesën e pasme, këtu mundem të thonë janë disa çështje që domethënë mundën aty më fut. Për shembull, nganjëherë mjeku ka disa për mjekëve mundem për me ekzaminu për shembull tumorët e zorëve të trasha, mundem me fut. Tash, domethënë po detyrojmë me sharu disa çështje mundem me fut gishtin, atëherë themi nuk e prish. Aty pastaj kemi edhe kolonoskopin, domethënë futjen e aparatave për me ekzaminu diçka me po, a ka diçka dhe kjo nuk e prish. Sa përket supozitorëve, themi se ka mospatime ndërmjet dietarëve, sepse disa dietarë e kanë konsideruar që e prishin ato, duke pasur parasysh se në një është vërim, po nuk është kjo vërim që drejt për drejt depërton atje, po disa prej të tjerëve kanë konsideruar që nëpërmjet zorëve të trasha depërton pastaj në zorët e holla dhe mundet me ka një thithje, në thithje e medikamenteve. Po nëse e marrëm atë mendimin që domethënë kjo edhe nëse mund të ndodh shumë ngadalë thithja për thithje prej zorës së trashë në zorën e vogël, edhe pastaj atëherë themi se nuk e prishin, po pacienti domethënë i thuat atij që më mirë të largohet prej kësaj nëse ka ndonjë dozë domosdoshmëri se ka gjë një mendim i fortë është edhe ai mendimi i cili thotë se e prish. Mirë.
Jemi edhe ka fundi emisionit, po marrim edhe një pika 2. Hoxhe, përmenëm herët gjilpanat, janë edhe disa gjilpanat që s'ka një laqe në to, po i përdorin, që është akupunktura. Këgja dëshpime i bojnë në trup, a ka në indikim ajo në aspekt agjerimit? Nuk ka, për arsye se nuk ka futje të diçkaja. Aty vetëm në shpim, lehtësim i dhimbjeve ose diçkaja tjetër që bëhet. Më thonë, ashtë unë me konsideru kjo mjekësi alternative që, më thonë, këto gjilparat kineze që bëhen në për vendet të ndryshme, për lehtësu dhimbjet edhe ata thonë se, dhe më thonë, shkarkimi i energjisë së keqe, se kjo është, dhe më thonë, diskutabile, është e saktë apo jo, mirë po, për lehtësimin edhe... Në aspekt fetar, dhe më thonë, si shpimi i lëkurës e trupit, nuk ka ndonjë aspekt me agjerimit. Heqja dhjamit hoxhë, njerëzit që janë pak obezë, kështë më radhë, nëse... Po, nëpërmjet procedurës saktume, kur futet një tub i hullë dhe shpohet vendi, ku përdojnë me hjeka i dhjamin, dhe pastaj, dhe me thonë aty, majta zgjatas ose për para për mas, dhe pastaj bë shkrirja e dhjamit dhe thithet ai dhjam dhe hudhet. Ajo zgjat për 1 deri në 4 orë zakonisht procedura. Tash duhet me pyet mjekça a është edhe rrezik kjo çështje, për arsye se në disa raste ka pas edhe raste të vdekjes, që kanë po disa kanë thënë se rastet e vdekjes kanë ardhur zakonisht se mjeku i cili është marrë me këto nuk i ka pyet pacientët se ka problem me veshka apo problem me tension ose me diçka. Domethënë është një farë procedure ku futet një gype holl dhe çohet vendi, pastaj aty domethënë thithen një herë bashkërirja dhe thithen ato dhjame dhe pastaj bëhet fashimi. Kjo nuk e prish, domethënë agjerimin. Mirë, po mbetet çështja se kjo zakonisht bërë për çështje estetike. A ka njeriu nevojë për këtë me bëj apo nuk ka nevojë? Kjo është një çështje që pastaj duhet dikujt mund të jetë termini hoxhë në atë ditë të Ramazanit a diçka. Edhe e rëndësishme është që nuk e prish. Si veprim nuk e prish nëse nuk është i nevojshëm për gjëra të tjera shëndetësore. Hoxhë, kaq patëm mesele, sigurisht ka edhe gjëra të shumta, por ato i lajmë edhe në pyetjet e shikuesve drejt për drejt që mund të bëjnë emisione ndryshme. Ishte kënaqësi bashkëbisedimi me juve, do të shpërblet. Shikues të dashur, këtu po e përmbyllim këtë emision me shpresë që përsëri me u taku me tema tjera, biseda tjera. Deri atëherë mirëmbëjtje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.